Pjesë e përfaqësuese së Shqipërisë në turneun botror të atletikës për veteran mbi 35 vjeç është edhe atleti i njohur Shkodran Bledar Mesi, i cili në konkurimin e tij arriti të fitojë një medalje të artë në stafetën 4x100 metra dhe të argjend në vrapimin e 800 metrave, ku finishin e ndau në rivalitet me atletin polak kampion bote në fuqi. Është viti i dytë i Speed Athletics Master Challenge dhe këtë vit ka qenë në rritje. Është për të falenderuar organizatori presidenti Rudin Bektashi. Ne kemi marrë pjesë këtë vit përveç atletëve kombëtare, domethënë kemi marrë edhe pjesë me një ekip të forcat armatosura, ku e kemi arritur numrin. Dhe dua të falenderoj gjithashtu edhe Ministrinë e Mbrojtjes dhe shefin e shtabit përgjithshëm për mundësinë që na jep. Unë kam marrë pjesë në 2 disiplina, në garën e 800 metrave ku dola i dyti dhe ishte në një finish të bukur me polakun, por që ishte më i fortë se unë. Edhe në stafet 400 metrë që ishim stafeta më e mirë, duke lënë prapa vende si Hollanda, që i zuan vendin e dytë, dhe Polonia vendin e tretë. Stafeta ishte mix, ku brenda një katërshe duhet kishim edhe një vajzë, ku e falenderojmë shumë Monika Baklaven, ish kampione rekordmene në vite. Kemi pas një katërshe të mirë me Dison Kajen, me Shkodranin tjetër Diamant Poja, që është shumë i suksesshëm, isha unë, Bledar Mesi dhe Monika Baklava. Për atletin tjetër veteran, Shkodranin Florian Bala, i cili sezonin e kaluar ishte ndër më të mirët e botrorit të veteranëve, ky si vjetmi vjen edhe me një përvojë të re, pasi krahas konkurimit është pjesë e gjyqtarisë kryesore. Është viti i dytë rradhës që zhvillohet Speed Master Athletics. Si mjet është një gjë shumë e bukur sepse numri është edhe më i madh se çka kanë vitin e kaluar. Kjo tregon për një interesim të këtij aktiviteti nga palë të huja dhe pjesëmarrje shumë e gjatë. Kanë rreth 46 shtete me rreth 500 sportistë të regjistruar dhe që janë pjesëmarrës në këto ditë të aktivitetit. Kanë ardhur atletë që janë kampion e Europës dhe kampion botet, kanë jetën e tyre profesioniste, janë edhe tash si master. Për shembull, shteti polak ka pas 2 kampion Europët dhe 9 kampion botet që kanë marrë pjesë në 400 dhe 800 metra, gjë që e kanë